Të nderuar shikues, ju përshëndesim drejt për së drejti nga Pallati I Sportit Shazim Dervishi I Shkodrës në transmetimin e ndeshjes voleybollit për femra. Është Superliga e voleybollit për femra në mes Vllaznisë dhe Tiranës. Vllaznia është në krahun e majtë të ekranit tuaj me kostumin e saj karakteristik kuq blu, ndërkohë që Tirana me uniformën bardhë dhe blu është në krahun e djathtë. Jemi në setin e dytë të takimit, ndërkohë që seti I parë është fituar nga skuadra mysafire e Tiranës me rezultatin 13-25. Edhe në këtë set skuadra bardhë dhe blu kryeson me rezultatin 17-10. Një ndeshje jo e mirë për momentin e Vllaznisë, ndoshta pritet ndonjë kthesë saj. Seti I parë paraqiti probleme për ekipin kuq blu. Shërbimi për Tiranën, gabon Vllaznia në topin e parë. Janë disa gabime radhazit të Vllaznisë. Shërbimi për Denisa Bushatin e Tiranës. Dhe seti I dytë është në komandën e skuadrës bardhë dhe blu. Tuci. Sulmi për Tiranën dhe bëhet I pavlefshëm bloku I Mikopolës dhe I Megit. Në rrim tek Vllaznia në lojë është Rukaj. Largohet numri 20 Megitori, vërtetësia amerikane e Vllaznisë. Shërbimi përsëri është për numrin 5 të Tiranës Denisa Bushati. 10-19 për ekipin aktualisht rezultati është 10 Vllaznia dhe 21 Tirana, gjithçka sqarohet në tavolinën e gjyqtarisë. Vllaznia me këtë sulm dhe më sfundi është Azra Williams që rikthen topin dhe pikën Vllaznisë në rrim tek Tirana. Në lojë aktivizohet Eni Fagu, largohet Denisa Bushati. Tani Reanora Deta Vllaznisë po përpiqet të ndryshojë rrjedhën e takimit e ka të vështirë përballë një Tirane të mirë organizuar dhe me element cilësor. Tuci Mikopola për Tucin. Por Tirana organizohet me këtë sulm nga vija dytë. Vllaznia mban në lojë dhe Rukaj e ka kaluar. Sulmi për skuadrën bardhë dhe blu dhe ka shënuar voleybolistja e huaj Nancy Caroline, ndër më të mirat e skuadrës bardhë dhe blu. Është një 2 metroshe në gjirin e formacionit bardhë dhe blu. Pika 22 për Tiranën ndaj 11 të Vllaznisë. Rikthehet në lojë Megi, largohet Rukaj. Gjivani ka topin e parë, pastaj përsëri Gjivani sakrificë e saj dhe nuk arrin Vllaznia ta mban në lojë. Është shumë apatike skuadra kuq blu në këto dy sete dhe në këto momente që ne po transmetojmë. Ja, është një dorëzim përpara kohë ndoshta, por gjithsesi duhet pritur se voleybolli ka të papritura dhe kjo pikë është shënuar nga kapitenja Esmeralda Tuci. Është 12 për Vllazni ndaj 23 të Tiranës. Shërbimi është për Megitorin, voleybollistin e huaj të Vllaznisë. Shërbimi kërcimi I saj I fort. Tirana e pret organizohet, por ka prekur rjetën
sulmi i Tiranës, pika është për Vllaznin. Jemi gjithnjë në setin e dytë të takimit. 10 pikë në avantazh plus Tirana, 13-23, shërbimi për Vllaznin Torre, kalon përsëri shërbimin, sulmi për skuadrën bardhë dhe blu, se nuk arrin të mbajë Vllaznia në lojë, edhe 1 pikë i dohet Tiranës ta fitojë setin e dytë dhe të udhëheq me sete 2-0. Shërbimi në këtë moment është për Wild Moon. Dhe kjo voleyboliste huaj ka disa të huaj janë në formacionin e Tiranës. I kopëla për Tucin, kthen blloku i Tiranës. Mbyllet me të njëjtat shifra si në setin e parë, fotokopjo e setit parë edhe i dyti 13-25, udhëheq Tirana me sete 2-0. Vllaznia 0 dhe Tirana 2-7. Ndërkohë ne kujtojmë që skuadrat kanë këto përbërje që nga minuta parë. Vllaznia ka në protokollin e saj Laura Ballçiti, Esmeralda Tuci, kapiteni e skuadrës, Azra Williams, Edna Erkoçi, Casey Axhemi, Adma Mikopola, Elira Rukaj, Emi Edwards, Claudieta Zhivani, Ariola Kuti, Mariana Ndo dhe Megi Torre. Trajneri i Vllaznis është ish voleybolista mirë i njohur Nora Deda, ndërkohë që trajneri i kolegu i saj Adrian Gorenca ka këtë përbërje në protokoll është Dimitra Kole, është Lea Frashëri, Eni Fagu, Denisa Bushati, Leda Precetaj, një voleyboliste kjo shkodrane që luan për Tiranën, Ajla Brimi, Mikaela Koleci, Nensi Veselaj, Enkeleda Brahu, kapiteni e skuadrës, Nancy Karolin, Ergysa Bloku, Nicole London Fowler, Wild Moon dhe Lulieta Stërmilla. Takimin po e gjykon një dyshe arbitresh nga kryeqyteti ku kryesor është Ardit Nuria, ndërkohë pra gjyqtari i Kullës, gjyqtari i parë është Ardit Nuria, gjyqtari i Fushës Ergi Papa Mihali. Kujtojmë që ndeshja në fjalë është e vlefshme për javën e 12 të Superligës së voleybollit shqiptar për femra. Ditën e djeshme, po për këtë javë baleti është mundur nga Partizani 1-3, ndërkohë që ditën e sotme krahas çiftit Vllaznia Tirana, një orë më pas do të luhet në Pogradeci Skënderbeu. Pogradeci që drejtohet nga trajneri Shkodran Besnik Lisha, ndërkohë që nesër është një ndeshje e shtyrë që do të luhet në 15 mars është Dinamo Teuta. Renditja e momentit është kjo, Skënderbeu kryeson me 32 pikë, Partizani i dyti me 28, Tirana 27, Pogradeci ka 14, Vllaznia 11, është 5, Teuta dhe Dinamo nga 10 pikë dhe baleti i fundit me 3 pikë. Pra për momentin Vllaznia është jashtë katërshës së parë, por më themi brenda renditjes së 5 skuadrave, sepse në play-off sipas informacioneve të fundit shkojnë 5 skuadra. Vllaznia nis setën e parë me avantazh 1-0 për skuadrën kuqe-blu. Tuci ka lënë shërbimin, sulmi për Tiranën, ka gabuar të radhë 7 lartja 2 metroshja e Tiranës, Nancy Karolin, 2-0 për Vllaznin. Duket se ka sinjale pozitive në këto momente. Ka sinjale pozitive për Vllaznin, të shikojmë do të ketë bukur Ballçiti. Mjaft mirë ka topin e parë dhe shënon pikën e tretë Vllaznia. Williams, numri 5, 3 Vllaznia 0 Tirana. Të presim që tha më herët voleybolli ka të papritura, edhe pse
Tirana u heq me sete 2-0. Ki mund t'jetë seti Vllaznis dhe loja mund të marrë ndryshim dhe përsëri Vllaznia me këtë aksion. Mikopëlla për përsëri Mikopëlla për Zhivanin që tenton ngjecjen e nuha Tirana. Dhe votim për momentin ndodhë dhe Zhivani ishin mirë në blok, por nuk arritën ta fiksojnë si duhet atë top. Tjetër pikë e Vllaznis 4-1. Mariana Ndov në shërbim. Kalon topin Tirana gabon nuk është Tirana e setit dytë apo setit parë. Është një Vllazni tjetër më fort apo është një Tiranë më dobët. Këtë do ta vërtetojnë minutat në vazhdimsi, por kanë mundësi ta analizojnë edhe vetë specialistët e voleybollit dhe tifozëria dy anshme e Vllaznis dhe Tiranës, që po e ndjek jo vetëm në pallatin e sportit Qazim Dervishit të Shkodrës, po e ndjek live këtë transmetim, por edhe përmes portalit Veriu Sport që transmeton si zakonisht takimet emocionuese nga pallati i sportit Qazim Dervishi i Shkodrës, dhe vjen pika e 6, dyshë amerikane Williams dhe Torrey kanë qenë të suksesshme në blok. 6 Vllaznia 1 Tirana, pushimi kërkuar nga tekniku bardhë blu Adrian Gorenca. Është pushimi i parë në setin e tretë, detyrohet skuadra bardhë blu të marrë këtë pushim pas një fillimi mjaft të mirë të ekipit shkodran që kryeson me shifrën 6-1. Kujtojmë që takimi i sotëm po gjykohet nga arbitrat Ardit Nurja dhe Ergi Papamihali, ndërkohë që skuadrat rikthehen në fushën e lojës. Shikojmë që Tirana për momentin ka 3 të huaja në formacion. Në formacionin e parë Vllaznia është me 2 të huajat, 2 amerikanët Williams dhe Torrey së bashku me Zhivanin, Tucin, Mikopëllën dhe Ndovën që kryen këtë shërbim. Jashtë ky shërbim i Tiranës 7 Vllaznia 1 Tirana. Shtohen emocionet. Shtohen emocionet të nderuar shikues, po na ndihni drejt për drejt përmes portalit Veriu Sport. Shtohen emocionet në pallatin e sportit Qazim Dervishit të Shkodrës. Mariana Ndov kalon shërbimin, sulmi për Tiranën. 4 prekje dhe gjyqtari i Kullës Ardit Nurja sinjalizon që topi dhe pika është për Vllaznin. 8-1. Trajnerja Nora Deda ka ndryshuar diçka në setin e tretë, ja ka arritur qëllimit. Të ndrojë rrjedhën e lojës, edhe pse Tirana ishte triumfuese në setin e parë dhe të dytë që i fitoi me të njëjtat shifra 13-25. Tashmë është Vllaznia që kryeson dhe përsëri është në komandën e Vllaznis ky set, dhe tjetër pikë e Vllaznis me Gitore. Numër 20 i Vllaznis që nën pikën e 9-1 të Tiranës. Mariana Ndov në shërbim për Vllaznin. Një voleybolliste e re që po jep hapësirat e duara trajnerja Nora Deda, dhe duket që e ka fituar në këtë sezon sportiv të sportiste. Bukur kapitena Tuci, sakrificës saj në atë top nga vija dytë. Sulmi për Tiranën që këtë radhë finalizohet
me sukses nga volejbollistja huaj Vajlmun. Pika 2 për Tiranën ndaj 9 të Vllaznis. Shërbimi për Tiranën është Leda Precetaj, që kalon shërbimin. Ballçiti kap mjaft mirë topin e parë. Mikopola për Williams, sulmi për skuadrën bardhë dhe blu. Bukur Ballçiti. Tjetër sulmi Vllaznis. Përsëri Mikopola. Ballçiti e kalon Tuci, nuk ishte rrugë tjetër, dhe një ngjecje inteligjente numrit 19 Julieta Stërmilla e Tiranës arrin që të gjejë një bosh dhek tek hapësira e fushës së Vllaznis dhe 9-3 për Vllaznin. Një set kjo mjaft luftarak, fal Vllaznis që ka reaguar bindshëm në këtë set. Ballçiti, Mikopola për Williams, e pa përmbajtshme. Bukur funksionon me 3 takime. Kapje topit parë, pasusja furnizon me topët e Williams në vijën e parë dhe finalizohet pika 10 ndaj 3 të Tiranës. Kludeta Zhivani në shërbim për Vllaznin. Shuhet për ekzekutimet e shërbimeve. Shumë prej tyre kanë përfunduar me pikë. Tirana eviton pikën ku ishte Vllaznia gati ta shënonte, dhe tashmë pika është për Vllaznin, për Tiranën, që ngushton diferencën në 10-4. Karolin nga shërbimi, shumë thjesht e kalon. Është William Gjuan mbi rrjet, për topi fërkohet në rrjet e kundërshtarët dhe kalon paksa jashtë vijave kufizuese, por asaj mjafton Tiranës për të shënuar pikën e 5. Karolin kalon topin. Ballçiti. Mikopola për William. Brenda pa hezitim. Kishin paksa dyshim, nguruan pak arbitrat, por edhe trajneri i Tiranës duhet respektuar, komplimentuar Adrian Gorenca, që e pranoi që i pari vetë se ishte pik. Dhe një pik plot sakrificë nuk i beson. Nuk i beson edhe Azra William, nuk i beson kësaj pike, sepse ekzekutimi i shërbimit ishte jo i mirë, po pikë. 12 Vllaznia, 5 Tirana. Përsëri Azra William në shërbim për Vllaznin. Dhe drejt për drejt, një tjetër pikë drejt për drejt nga shërbimi nga William, amerikanja simpatike, mund të themi, e Vllaznis, shënon pikën e 13 ndaj 5 të Tiranës. Entuziazmohet trajnerja Nora Deda, e cila përgëzon skuadrën e saj në këtë pushim të kërkuar në fakt nga kampi bardhë dhe blu, por që për momentin kamera e jonë është e fokusuar tek pushimi i Vllaznis. E gjithë skuadra kuqiblu është në orientimin e trajneres Nora Deda, jo vetëm gjashtja parë, por edhe rezervat. Të njëjtën gjë dhe Gorenca nga krahu tjetër. Përfundon pushimi, të shikojmë ky pushim i kërkuar nga trajneri i Tiranës, është i dyti, thekson arbitri i fushës Erki Papamihali, i bën me dije trajnerit të Tiranës se i keni konsumuar të 2 pushimet. William, jetë shërbimi mirë i saj, sulmi për Tiranën, që e përfundon me pikë. Pika 6 për Tiranën ndaj 13 të Vllaznis. Shërbimi për Vajlmun të Tiranës, shërbim me kërcim i fort për Zhivani, ka bjath mirë në vijën e dytë. Shuton atje Tauri,
Negjitori dhe Tirana nuk arrin ta mban në lojë. 14 vllaznia, 6 Tirana në rrim tek Kuçeblut largohet Ballçiti në lojë ndo. Ndërkohë që jashtë fushës të nxemjes sipër për vllaznin janë dhe Rukaj, është edhe Kesi Axhemi, Edna Erkoçi, të cilat e presin nga qasë dhe aktivizimet e tyre për topit të shmërës dhe pika për Tiranën. 14-7 plus 7 Tirana plus 7 është Vllaznia dhe Tiranës në këtë set, ndërkohë që gjendja e seteve është 0-2 për Tiranën. Ka qenë më mirë Tirana në setin e parë dhe të dytë, ka fituar me të njëjtin rezultat, 13-7 setin e parë, 13-7 edhe setin e dytë, kroson me sete 0-2 Tirana, por në setin e tretë Vllaznia e ka përmirësuar jashtëzakonisht lojën e saj në të gjitha aspektet dhe tashmë kroson 14-8. Sulmi është për Vllaznin, kapitenja Tuci, Tirana e bllokon, Tuci përsëri nga vija e dytë Williams e kalon topin, Tirana tenton për Ballçiti, ka topin e parë, William shuton, por Tirana është saktë të momente, plonjoni i Ballçitit mjaft mirë dhe kapitenja e Vllaznis nuk arrin ta kaloj, e kalon me të matën e saj, por merr me njëherë pushim trajneri i Vllaznis se është pak kënaqur për këtë moment dhe është kjo analizë e saj, pikërisht e ka ndarë lojën pikërisht në këtë moment ku ishte në momentin më të mirë Vllaznia dhe priste një tjetër përfundim të aksionit. Dhe kjo është arsyeja që trajneri Nora Deta kërkoi pushimin e parë. Po të drejtën në një pushimi tjetër, ndërkohë që homologu i saj, Gorenza, i ka konsumuar të 2 pushimet. 14-9 rezultati. Shërbimi është për Tiranën, për Vajl Mun. Jo më falni, është Julieta Shtermilla, numri 19. Zhivani ka topin e parë. E kalon ndo, por Tirana mban në lojë, përsëri Vllaznia, përsëri Mikopola, tashmë për Tucin. William kombinon dhe Tuci finalizon duke kompensuar atë luhatje që pati një pikë më herët. 15 Vllaznia, 9 Tirana, shërbimi për skuadrën Kuçeblu. Atba Mikopola, vajza e ish voleybollistit të minjohur Adrian Mikopola, që u nda nga jeta në një moshë të re të parakoshme, por traditën e babait të saj, të minjorit Adrian Mikopola, po e vazhdon më së miri vajza e tij, Atba Mikopola, e cila pati një përvojë tek Skënderbeu, po as edhe tek Pogradeci dhe tashmë është pjesë e Vllaznis, titullare e formacionit. Ballçiti, udhjem për Zhivanin që kalon për topin, është përsëri në lojë. Ka 4 prejkje, apo ka faul. Faul tek Vllaznia, përfiton Tirana pika 10, ndaj 5-6 metrë të Vllaznis. Shërbimi për Nicole London Fuller të Tiranës. William Mikopola për Tucin. Faul i Tiranës dhe pika për Vllaznin. Ishte një merit në mënyrë edhe e kapitenës Tuci që kaloi topin, kërkoi një ngecje dhe vuri në vështirësi skuadrën bardhë blu. 17-10 kroson Vllaznia. Kapitenja Tuci ka të drejtën e shërbimit. Dhe drejt për drejt shënon kapitenja Vllaznis, Esmeralda Tuci, pikën e 18 ndaj 10 të Tiranës. Sërishmi Esmeralda Tuci, veterania e minjohur e disa skuadrave
të Shqipërisë, volleybolistja mirë ditore, që ka një karrierë shumë të pasur sportive, por që në këto momente gabon nga shërbimi. 18 Vazhdia, 11 Tirana, shërbimi për Tiranën, kapitenja Enkeleta Braho, shurmi për Vazhdin, William, pa preket e rjetës nga Tirana, dhe pika 19, në lojë është Meghitori, largohet Laura Balciti. Mariana Ndou, numri 15, në shërbim. Gabon Ndou, kur nuk duhet e gabonte. Në moment decisiv ndoshta për Vazhdin. Por si të qoftë, Vazhdia kryeson 19-12. Shërbimi është për Tiranën, është Leda Precetaj. Zhivani ka topin e parë. William blokon dyshja Tiranës, është pikërisht Stërmilla dhe Karolin. Pika 13 për Tiranën dhe 19 e Vazhdinisë, sërish shërbimi është për Precetaj në Tiranës. Deta Zhivani ka topin e parë në mënyrë mjaft të mirë, por Tirana kundër përgjigjet me këtë sulm te Karolin dhe ka mjaft mirë Mikopola, pastaj dhe pika Vazhdinisë në saj të mbolimit të mjaft të mirë dhe në rrjet Meghitore. Lodeta Zhivani, shërbimi për të. Bukur Zhivani, një e majt e saj, e pa e imagjinueshme që e mbajti në loj, dhe bloku i dysh, bloku Amerikan, mund të themi Vazhdinisë, William Betore, shënon këtë pikë, 21 për skuadrën Kuqi Blu ndaj 13 të Vazhdinisë. Janë shtuar në kulm emocionet këtu në Pallatin e Sportit të Ndërvishit të Shkodrës, në këtë transmetim të drejt për drejt që po përcjell Veriu Sport. Zhivani përsëri, Mikopola për Torre, por blokon Tirana në rrjet 21-14. Nancy Karolin, shërbimi për të, Zhivani ka topin e parë, Mikopola për William, por pushim tjetër, do të ketë kritika, pa tjetër do të ketë kritika nga Tenera Deda, sepse e pam se si nuk funksionoi mirë ky sulm dhe tashmë Nora Deda konsumon dhe pushimin e dytë, kur është në shifrat 21-15 në kryesim, por të shikojmë çfarë do të bëj kampi bardhë blu me Tanerin Gorenca, që kërkojnë që të mos e lëshojnë këtë set dhe të largohen nga Shkodra me fitoren e pastër 0-3. Nëse e fitojnë këtë set, ato e fitojnë të gjithë ndeshjen, por duket që seti ka marrë drejtimin e Vazhdinisë, që kryeson 21-15 dhe loja mund të vijojë nëse Vazhdia fiton. Shërbimi kalon për Tiranën, pastaj përsëri Tirana ka të drejtën e këtij aksioni, kthen bloku i Vazhdinisë, tjetër gjytje e Tiranës, por Balciti ka mjaft mirë dhe përsëri Tirana. Balciti, Mikopola për William, sulbi për Tiranën, Gjoni Balcitit, William përfill blokun e Tiranës. E çan blokun e Tiranës, shënon pikën e 22, ndaj 15 të Tiranës, në ndrim tek Tirana, largohet numri 12
Lenci Carrillo dhe reaktivizohet në lojë. Kolegja e saj Precetaj kalon shërbimin Vllaznia, tenton ngjecje në Tirana për topjesh në lojë, tutje kalon përsëri Tirana dhe për të dytën e herë numri 15 Fuller, Nicole Fuller, nuk e nuhat Vllaznia ngjecjen e saj dhe këtë rast shënon pikën e 16 ndaj 22 të Vllaznisë. Vajt mund për Tiranën në shërbim. Gjivani ka topin e parë. Pastaj William. Sulmi për Tiranën. Topi përsëri në lojë dhe gabon Lulieta Stërmilla gabon në këtë shotim. 23 Vllaznia, 16 Tirana dhe 2 pikë duhen Vllaznisë për të marrë qetësinë e administrimit të takimit, për të mos e lejuar Tiranën të fitojë 3-0 dhe të rihap takimin. E pastaj janë situatat e tjera në setin e 4 ose Vllaznia e fiton, që është shumë pranë në fakt. Është shumë pranë të shikojmë të aksion të Tiranës dhe një ngjecje e Stërmillës që gjën krejtësisht e pa përgatitur Vllaznin. Një sulm krejt pa pretendime i skuadrës bardhë blu që merr pikën e 17 ndaj 23 të Vllaznisë. Shërbimi pikërisht për Stërmillën. Dhe drejt për drejt shënon pikën e 18, çaste delikate. Këtu janë çastet, këtu janë momente delikate. Diferenca nuk është e madhe, vetëm 5 pikë. Por Vllaznia shumë pranë fitores nëse ka bën Tirana në këtë sulm që ka në dispozicion. Atëherë Vllaznia është më afër Tuci dhe Tirana ka mundësinë e një sulmi tjetër që fiton dhe tashmë situata dramatizohet më tepër. 23 Vllaznia, 19 Tirana në 4 pikë është afruar skuadra bardhë blu që kërkon të mos dorëzohet. Stërmilla për Tiranën në shërbim. William, Nicole Tuci dhe topi është jashtë. Topi është jashtë. Topi është jashtë për atë sa ne davojmë. Gjithsesi do t'jenë objekt i mëvonshëm, por pika i ka kaluar Tiranës me çfarë pa futur në kompetencat e arbitrimit, me çfarë me pam, por mund ta gjykojnë më mirë shikuesit dhe specialistët si ishte. Dhe pika tjetër, Vllaznia është e poshtuar, është demoralizuar nga këto situata dhe ka lëshuar shumë terren. Vetëm 2 pikë Tirana me pranë. 23-21. Shërbimi përsëri për Stërmillën që ka shënuar disa pikë radhazi. Por ritheksojmë, ajo pikë e diskutueshme duhet analizuar. Mikopela. Tuci dhe mes fundi i rikthen Vllaznisë besimin për ta fituar këtë set. Edhe një pikë duhet Vllaznisë. 24-21 kryeson në setin e tretë. Adma Mikopela duhet jetë e kujdesshme në shërbim, të mos gaboj. E ka kaluar dhe ka shënuar drejt për drejt. 25 Vllaznia, 21 Tirana. Fiton Vllaznia setin e dytë, ngushtohet rezultati në 1-2. Tirana ka fituar setin e parë dhe të dytë me shifra 13-25. Vllaznia fiton setin e tretë 25-21, ngushtohet rezultati. Dhe tashmë shikojmë që trajnerja Nora Deda vazhdon të diskutojë atë pikë të dyshim që e kërkojte ta kishte, por gjithsesi ka përfunduar gjithçka. Në këtë moment seti është i Vllaznisë dhe 2-1 për Tiranën.
Tashmë seti i 4 që pritet të luhet. Gati të një seti 4 dhe me asha gjykojmë dhe shikojmë, vazhdojnë të komentohet ajo pikë e dyshim që gjyqtaria nuk e dha në favor të vllaznisë, që edhe për shikuesit e shumë që janë duke ndjekur brenda dhe jashtë Shqipërisë ndeshjen live drejt për drejt përmes Veriu Sport e komentojnë që ishte plotësisht pikë për vllaznin, por diçka ka marruar, por duket se tashmë vazhdon një diskutim i gjyqtarit, kartoni verdh. Kartoni verdh nga gjyqtari i Kullës, Ardit Nuria, për kapitenën e vllaznisë Esmeralda Tuci. Gjithnjë janë ato diskutimet e pikës të pretendura nga vllaznia që ju mohua. Një seti i 4. Gjendja seteve 1-2 për Tiranën, e cila ka fituar setin e parë dhe të dytë me të njëjtat cifra 25-13, ndërkohë që vllaznia ka fituar të tretin 25-21. Tashmë luhet seti 4. Nëse e fiton Tirana, mbyllet ndeshja 1-3 për ekipin bardhë blu. Nëse e fiton vllaznia, do të luhet seti i 5 shtesë. Shumë lutë për pikën e parë këtij seti që e fiton Tirana përmes 2 metroshës të huaj Nenci Karoli. Shërbimi për Tiranën që kryeson 0-1 në setin e 4. Dhe barazon vllaznia në 1-1. Kujtojmë që ndeshja në fjalë është vlefshme për javën e 12 të Superligës së voleybollit për femra, ku krahas çiftit vllaznia Tirana në Pogradec po luhet Pogradeci Skënderbeu, derbi i qarkut të Korçës, ku trajneri Shodran Besnik Lisha që drejton Pogradecin është përballë kolegut e tij Orlando Koja të Skënderbeut. Pra një derbi shumë interesant në Pogradec, ndërkohë që po aq interesant është edhe takimi që po luhet në pallatin e sportit Çaçi Dervishit të Shkodrës në mes vllaznisë dhe Tiranës. Tirana, e cila në renditje është treta me 27 pikë dhe vllaznia pesta me 11 pikë. Mikopla për William që shënon, dhe
barazim 2-2. Një ndeshje me të vërtetë emocionuese. Të dyja skuadrat janë të denja njëra me tjetrën. Ndonë të Tirana është me lartë në klasifikim. Vllaznia vendit 5 po luan si barabartë dhe kërkon ta fitojë të ndeshje. William Shënon Vllaznia 3-2. Sulmi për Tiranën, blokon dysh amerikanë, përsëri Tirana tenton me këtë sulm, Nikopla, Ballçiti për William që zblokon. E pa përmbajtshme në këtë gjuetje Azra William 4-2. Kryeson Vllaznia në setin e 4. Shërbimi për Klodeta Zhivanin, e cila spikat në ekzekutimin e saj shpeshherë shënon drejt për drejt nga shërbimi. Tirana organizohet dhe ka bon numri 18 në Vajlmun, 5 Vllaznia, 2 Tirana. Shërbimi përsëri për Klodeta Zhivanin. Bloku i Vllaznisë nuk arrin ta mbajnë lojë brenda vijeve kufizuese dhe shënon Tirana pikën e 3. Largohet numri 3 Enifagu. Është aktivizuar Ergysa bloku në këtë momente. Ballçiti, Nikopla për Tore që shënon me Tore. Vllaznia 6, Tirana 3. Azra William në shërbim për Vllaznin. Sulmi për Tiranën. Kthen bloku i Vllaznisë, Nikopla dhe Tore, përsëri njëjti blok, por Kërrall finalizon Mun për Tiranën, që shënon pikën e 4 ndaj 6 të Vllaznisë. Rikujtojmë një herë që ndeshja në fjalë është vlefshme për javën e 12 të Superligës së voleybollit shqiptar për femra. Ditën e djeshme është luajtur takimi Baleti Partizani, i fituar nga Partizani 1-3. Shënon Tuçi pikën e 7 ndaj 4 të Vllaznisë. Ndërkohë sistam në këto momente Vllaznia dhe Tirana në Qazim Dervishi dhe Pogradec si Skënderbeu në Pogradec po luajnë në një orë. Ndërkohë që Dinamo Tirana vlefshme për këtë javë do të luhet me datë 15 mars. Sulmi për Tiranën nuk arrin ta mbajë në lojë si duhet Vllaznia, këtë top ngushtohen shifrat në 7-5. Renditja e skuadrave për këtë javë, pa përfshirë rezultatet e këtyre ndeshjeve, është kjo. Skënderbeu kryeson me 32 pikë, Partizani i dyti me 28, Tirana 3 me 27, Pogradeci 4 me 14 dhe Vllaznia 5 me 11 pikë. Pastaj Teuta dhe Dinamo mbajnë vendin e 6 dhe 7 me nga 10 pikë dhe Baleti i fundit me 3 pikë. 8 Vllaznia, 3 Tirana. Largohet numri 12 i Tiranës
Nenci Karoli. Dhe në lojë Shtermira. Shpërdoret dhe ky shërbim i Vllaznis. Duhet seti 4 të ndeshjes, gjendja seteve 1-2 për Tiranën, e cila ka fituar 2 setet e parë, me të njëjtat shifra, 13-25, dhe Vllaznia të tretin 25-21. Bukur Mikopla plonjën i saj, Vllaznia kalon topin, sulmi për Tiranë, që finalizohet nga kapitenja Engeleta Braho. Ngushtohet në 8-7 rezultati në favor të Vllaznis, pushimi i kërkuar nga trajnerja Nora Deda. Pushimi i parë për të në setin e 4. 8 Vllaznia, 7 Tirana në setin e 4, gjendja seteve 1-2 për Tiranën, e cila ka luajtur më mirë në setin e parë dhe të dytë, por Vllaznia është kundërpërgjigjur në setin e tretë, duke qenë shumë e mobilizuar në të gjitha aspektet. Mund ta fitonte më herët dhe me lehtësi këtë set, por u komplikua shumë me disa gabime në fundin e setit të tretë, por gjithsesi e mbylli me fitore 25-21, dhe tashmë janë emocionet e setit të 4, përcaktues mund themi, për Vllaznin të barazoj shifrat dhe 2-2 dhe ta çojë ndeshjen në set final, dhe për Tiranën ka mbyll 1-3 nëse fiton këtë set. Sulmi për Vllaznin, Tuci gabon Vllaznia në kasën, nuk e proponon si duhet aksionin, dhe barazim 8-8. Duke që nuk i shërbej pushimi Vllaznis, barazim 8-8. Zhivani, Mikopola për Tucin. Tirana ka të vështirë ta mbanë lojë, por e mban. Do e kalon. Përsëri Vllaznia ka mundësinë e këtij sulmi me Zhivanin. Sulmi tashmë është për Tiranën. William për Tucin. Balciti, Tuci, Tirana, që nuk fal me Leda Preceten, pika se cilës i jep avantajin Tiranës 8-9. Ndrim tek Vllaznia, largohet Adam Mikopola, në lojë është Eduards. Është Emili Eduards, voleybolistja tretë e huaj e Vllaznis. Një pasuese që më njëherë në kontakt me topin furnizon Tucin. Gabon Tirana, barazim 9-9. Vllaznia në këto momente po luan me kapitenin Tuci për dijuar me Balcitin, Zhivanin, Ndon, William dhe Eduard. Dhjetë me 9 për Vllaznin, e cila është e mobilizuar, këmbgulse, entuziaste, kërkuese për ta marrë të set, edhe në respekt të tifozërisë shkodrane, e cila sa vjen dështohet, por ka bën kapitenja Tuci. Rikthehet në lojë numri 12 Carrillo, e largohet Ergysa Bloku me numër 13. Shërbimi për Tiranën
Nicole London Fuller është emri i saj, se gati shënoj drejt për drejt nga shërbimi për falë Ballqitit që zotëroj mjaft mirë topin, por shpërdoron në William. Merr avantazhin Tirana. 10-11. Shërbimi për Fuller të Tiranës. Ballqiti kthen bloku i Tiranës me pikë e 12 përballë 10 të Vllaznis. Diçka kërkon të ndryshojnë në rrjeshtim. Tani Radeta për të blokuar sulmin Tiranës. Ballqiti ndo për Zhivanin. Të shpesh faqën në rolin e shooterës, por Tirana finalizon pikën e 13 me anë të Nancy Carrillo. 10 Vllaznia, 13 Tirana. Shërbimi përsëri për Nicole London Fuller, numri 15 i Tiranës. E kalon shërbimin, Tuci topin e parë ka, pastaj kalon William dhe Tirana shënon me lehtësi përmes kapitenës Enkeleta Braho. 10-14 për Tiranën. Në lojë Erkoçi për Vllaznin largohet kapitenja Tuci. Një frymëmarrje për Tucin, kapitenën e Vllaznis. Trajneri Radeta ka ulur në stol dhe tashmë i ka besuar Erkoçit. Gabim i pafalshëm i William. Nguroi në kalimin e topit. 10-15 plus 5 Tirana. Fuller në shërbim për Tiranën, disa pikë Ravazi. Tjetër pikë e Tiranës, e cila po shfrytëzon një çorientim të Vllaznis. Një çorientim të Vllaznis në këto momente, që ka falur 6 pikë. Duke i dhënë avantazhin bardhë bluve. Erkoçi ka topin e parë, pastaj William dhe merr këtë top dhe pikë për Vllaznin. 11 Vllaznia, 6 Tirana. Shërbimi për Marian Andon e Vllaznis. Kalon shërbimin, Tirana organizohet, sulmi për të dhe finalizon në mënyrën më të mirë kapitenja Enkeleta Braho. Pika 17 për Tiranën ndaj 11 të Vllaznis, shërbimi pikrisht për kapitenën Braho. Braho kalon shërbimin, Ballqiti, Edwards, William. Erkoçi ka topin e parë, pastaj Tori, por përsëri Tirana. Dhe Tori përsëri shuton, Tirana është e vendosur të mos të lëshojë të pikë, se e shënon me zuarësi. Pushimi kërkuar nga trajnerja Vllaznis Radeta,
që ka të drejtë jetë e pak knaqur në këto momente kur Tirana udhëheq 11-18 dhe po i drejtohet fitores së setit 4 dhe të gjithë ndeshjes me shifrat 1-3, gjithnjë nëse do të qëndrojë në fuqi avantazhi i Tiranës. Por gjithsesi të presim, kemi thënë edhe herë të tjera, ka të papritura sporti i voleybollit. Jo pak herë në këtë pallat sporti janë përmbysur rezultate nga 0-2 në 3-2 dhe këtë e tenton e sfidon edhe Vllaznia. Por Tirana është me afër. Kryeson 11-18. Shërbimi është për kapitenin Enkeleta Braho. Për Tiranën, këtë në bloku Amerikan i Vllaznis, të mbull Tirana, por përstri bloku i Vllaznis me Zhivanin dhe me Torren. Bukur Ballçiti, sakrificë e saj. Shuton William, por shutimi i kapitenës së Tiranës, Braho, i jep suksesin e pikës e 19 Tiranës. Ndrim tek Vllaznia, largohet Edwards, voleybolistja huaj dhe rikthehet në fushë Mikopela. Shërbimi për kapitenën Braho, që ka bon. Atë që përfitoj, mjaft mirë nga një shutim nga vija 2, për para pak qasës e shpërdoron me këtë shërbim. Jep Vllaznis pikën e 12 ndaj 19 të Tiranës. Klodeta Zhivani në shërbim për skuadrën kuqe blu të Vllaznis. Kalon shërbimin, aksioni për Tiranën, Ballçiti, super pritje e saj, në plonxon dhe pastaj William, por nuk arrin të finalizoj. Gjët të cilin e bën Tirana me Vajlmun. 20 Tirana, 12 Vllaznia dhe duket se tashmë Tirana është më qetë dhe më pranë suksesit. Leda Precetaj kalon shërbimin e Tiranës. Shoton jashtë Azra William. 22-12 plus 10 kryeson Tirana, por vetëm 3 pikësh larg suksesit në këtë transfer. Nëse fiton këtë set, fiton të gjithë ndeshjen 1-3. Shërbimi për Leda Precetajn. Ballçiti, Mikopela për Torre. Por Tirana mban në lojë dhe finalizon me Mun, Vajlmun, voleybolista huaj. Vllaznia 12, Tirana 23 dhe 2 pikë të unë Tiranës. Shërbimi për Precetajn, voleybolistën shkodranë që luan për ekipin Bardhë Blu. Ballçiti, Mikopela, një ngecje e saj. Shumë inteligjente. Me shumë qetësi ka fituar këtë pikë të vlefshme për Vllaznin nëse Vllaznia arrin të rikthej situatën me rritës edhe Mikopelës. Largohet Erkoçi në lojë Tuci. Tuci po luan tashmë me Torre, me Mikopela, Ballçiti, Zhivani dhe William. Kjo është gjashtë e parë e Vllaznis. me 23 kryeson Tirana, shërbimi për Vllaznin Azra William, Amerikanja Vllaznis. Sulmi për Tiranën, Ballçiti mban në lojë, William kalon Torre, përstri Tirana në këtë sulm. William nga vija 2, Mikopela për Tucin, kapitenja Vllaznis.
Gjuman, por përsëri Vllaznia ka mundësinë ta finalizojë këtë radhë me tore dhe finalizon. E 14 pikë e Vllaznisë dhe 23 të Tiranës. Shërbimi për Azra Williams të Vllaznisë, që tenton të rikthej, të rihap takimin, të rihap luftën për këtë set, por edhe të gjithë ndeshjen. Sulmi për Tiranën. Ishte Zhivani që e mbajti në lojë mjaft mirë, tashmë Tuci, por nuk i jep mundësi Tirana. Torin blok tek. Përsëri Vllaznia me ballësitin. Tuci e kalon. Mundësia Tiranës për të finalizuar dhe bën një gjë të tillë duke finuar pikë 24 nga i 14 të Vllaznisë. Plus 10 Tirana, por vetëm i pikë duhet ta mbyllë të gjithë ndeshjen. Dhe këtë mundësi ndoshta mund ta ketë shërbimi i numrit të 12 Nensi Carrillo. E kalon shërbimin gabon. E vonon festën e Tiranës. E vonon kjo humbje shërbimit. 15 Vllaznia, 24 Tirana, sulmi për Vllaznin me numri 20 Megjitori. Kalon shërbimin, Vllaznia, Tirana finalizon me numrin 9 Mikaela Koleci, pikën e fundit, 25 me 15 fiton Tirana setin e tretë dhe të gjithë ndeshjen me rezultatin 1-3. Tirana fitoi 2 setet e parë, Vllaznia u kundërpërgjigj me setin e tretë, 2-1 për Tiranën. Në setin e katërt ishte luftë e fortë sportive, Vllaznia për të rihapur takimin dhe Tirana për ta mbyllur. E mbylli Tirana në favorin e saj duke fituar me rezultatin 1-3. Të nderuar shikues, nga unë Gasper Marku në rolin e komentatorit se përcolla këtë transmetim në portalin Veriu Sport, transmetim të drejt për drejt nga Pallati i Sportit Gjazim Dervishi i Shkodrës. Ju përshëndes dhe ju le takim në të tjera evente sportive nga qyteti Veriu. Deri atëherë, mirupafshim.